Përshëndetje, përshëndetje miqtë e mi. Fillimisht njëherët të gjithëve ju uroj ditë të bukur, ditë të mbar. Shpresoj që të kalojmë çaste të bukura sot. Shpresoj që edhe ju të keni një ditë të bukur me familjen tuaj në këto ditë tashmë të nxehta të verës, sepse konkretisht kemi hyrë në verë. Ju uroj që të kaloni një fundjavë të lezetshme pranë brigjeve të detit shqiptar dhe të komentojmë, të jepni mendimet tuaja rreth ngjarjeve më të fundit që po ndodhin në jetën e artistëve. Ditën e sotme dua ta nis me një analizë të detajuar rreth ndarjes së Brikenës edhe Mateos, pasi janë çifti në fakt që kanë krijuar një konfuzion të jashtëzakonshëm tek publiku për emisionin e tyre që po vjen, do me thënë për atë të ardhme të bukur realisht për të dy, si për Brikenën, si për Mateon dyfish sukses dhe për qëndrimet e tyre në përjetet sociale. Në fakt, ditën e djeshme sollëm të gjithë lajmin duke u bazuar në dy mesazhe të ardhura nëpër grupe. Njëri mesazh pak më serioz në këtë mes, i ardhur në fanbase-in e Brikenës, një grup i hapur në Instagramin e Brikenës, ku Brikena poston aty gjithçka që në fakt ka të bëjë me rrugtimin e karrierës së saj, një grup i ndjekur nga 29.000 apo thënë 30.000 ndjekës, ndërsa mesazhi Mateos, i cili erdhi i pari në një grup fansash ku Mateo pranoi ndarjen me Brikenën, gjithashtu dhe Brikena pranoi ndarjen me Mateon. Dhe çuditërisht, pikërisht ditën e djeshme, në atë luftën e madhe të komenteve, të pikpyetjeve që publiku pyesnin pse ka ndodhur ndarja, Brikena dhe Mateo hodhën një postim që pikërisht të dy do t'jenë pjesë e Top Arenës, ashtu në fakt siç fliteshte. Tani, duke u bazuar në buzëqeshjen e Manushit, sa duhet ne ta besojmë këtë ndarje? Unë hera e parë në jetën time, ndonjëherë më duhet edhe të ripërsëritem, po ngjarjet janë të tilla. Unë hera e parë në jetën time, sinqerisht, shoh një çift shqiptar, të cilët sapo janë ndarë pjesë të një panelit. Kjo gjë nuk ka ndodhur sepse i bie që ato të dy të jenë krejtësisht kundër njëri tjetrit. Në atë panel Brikena, nëse ka një rol të rëndësishëm siç është moderatorja, që realisht nuk e besoj, po nëse ka një rol të rëndësishëm, duhet me patjetër që t'i drejtohet Mateos. Është pak e çuditshme, domethënë, përzgjedhja që kanë bërë mes Brikenës dhe Mateos dhe të lë të nënkuptosh pikpyetje marrëdhënien e tyre dhe këtë ndarjen. Mos vall kjo ndarja është një ndarje fiktive që ka ndodhur vetëm për këtë emisionin dhe në Top Arena Mateo do ta surprizon Brikenën në gjithë atë rrugtim për 40 javë të tëra, për 40 epizoda të tëra, ku Mateo dhe Brikena duhet të jenë pranë njëri tjetrit. Do me thënë, është pak e çuditshme. Unë mendoj që pa marrë parasysh çifti mund të kenë marrë vendimin për t'u ndarë ose janë ndarë më herët, përsëri kam një pikë dyshimi që e tëra kjo gjëja mund të jetë edhe një lojë vetëm për atë efektin e klikimeve. Tani Brikena thot që unë nuk merrem me gjëra të këtilla, ne të dy vërtet jemi ndarë. Mateo thot gjithashtu nuk merrem me gjëra të tilla, ne të dy vërtet jemi ndarë. Po mendoj kjo pika do t'jetë arsyeja që shqiptarët do ta ndjekin pafund Top Arenën, sepse zakonisht këto lloj emisionesh nuk janë emisione që ndiqen nga e gjithë shoqëria jonë, për faktin sepse jo të gjithë janë të cilët e preferojnë futbollin. Do të thënë, këto lloj emisionesh i ndjekin vetëm ato të cilët e preferojnë futbollin, por që e gjithë shoqëria shqiptare të fokusohet tek Top Arena për 40 epizoda me radh, unë mendoj që Mateo dhe Brikena në koordinim me stafin e këtij produksioni
e kanë bërë këtë lëvizjen, sepse në qoftë se, duhet ta hedhim edhe këtë hipotezë, në qoftë se çifti kishte diçka për të thënë, unë mendoj që zakonisht personazhet publik, ndarjet e tyre, shkatërimet e marrëdhënieve, i tregojnë në për intervista, me thënë Top Channel do të kishte organizuar një emision, ku do të kishte ftuar Mateon dhe Brikenën, dhe do ta kishin treguar dhe qartësuar arsyen pse janë ndarë, do me thënë si shumica që e kanë bërë, që kanë dalë publikisht, në për emisione kanë folur dhe kanë treguar ndarjet. Për shembull, do merrja shembull Heidin dhe Romeon. Romeo përzjodhi që për herë të parë, për shembull, të flet në emisionin e tij, që të jetë emision i shikuar ai që është ndarë me Heidin. Unë përsëri, do me thënë brenda vetes time, ashtu siç nuk e kam besuar ditën e parë, vazhdoj të mos ta besoj, sepse shoh një prapavi në këtë mes, shoh një histori e cila për mendimin tim ka një gjë që fshihet, nga që mënyra se si ishte shkruar një herë letra, nëse do ta dedikojmë si letër, ai shkrimi do me thënë ishte shumë i ngjajshëm me njëri tjetrin, dhe koha që erdhi ky shkrim, erdhi me njëherë pranë njëri tjetrit, njëherë Mateo pastaj Brikena. Unë mendoj që një ndarje kur ndodh, gjërat bëhen shumë spontan, nuk kanë koordinim. Këtu pash një situatë shumë të koordinuar dhe mendoj që në fund të kësaj top arene, Mateo edhe mund të bën një lëvizje që do të jetë në favorin e Brikenës, që mund të jetë një propozim i mundshëm, që mund të jetë një kërkesë ndjesie e mundshme, sepse shoh një boshllëk në këtë mes që nuk është shpjeguar ashtu siç duhet. Ky është mendimi im, unë jap mendimin tim, bëj analizën time të ngjarjeve. Do me thënë, për mendimin tim nuk më përputhen veprimet e këtyre, nuk më përputhen mua fare. Do me thënë, i kanë shpejtuar aq shpejt gjërat, saqë është për t'u habitur si mundet një ndarje apo një mesazh të del pikërisht para 4-5 orë përpara se të del një promo. Do me thënë, është pak e çuditshme, dhe si mundet një çift i sapo ndar të pranon të jetë pjesë e një paneli, që unë jam i bindur që asnjë shqiptar nuk e pranon të jetë panelist me një ishin e vet, dhe sidomos në moment ndarje kur zemra është e thyer, kur mosmirnjohja është pjesë e tavolinës, kur, do me thënë, ka shumë pika që mua më çon të dyshoj akoma tek marrëdhënia e tyre, dhe më duken shumë gjëra të paqarta, më duken shumë gjëra të lëna me pikpyetje, dhe nuk e kuptoj pse, do me thënë, këto lloj lëvizjesh për këtë çift i cili në fund të ditës pas ka përzgjedhur që të jetë në këtë dimension, por mua nuk më duket një gjë e tillë. Dua të marr mendimin tuaj rreth marrëdhënies së Mateos dhe Brikenës, dhe aprisni edhe ju si unë që në fund të Top Arenës, në episodin e fundit, mund të ndodhe një diçka që të ndryshon krejtësisht këtë rrugtim.